Para se të filloj me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni sipër ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Zgjoheni në të njëjtën orar çdo natë, urgjent duhet ta dëgjoni këtë lajm. Mund të vuani nga këto probleme. Sipas mjekësisë tradicionale kineze, çrregullimet kronike të gjumit shkaktohen zakonisht nga një mosbalancimi yin-yang, që vjen si pasojë e ndërprerjes së furnizimit me energji të trupit. Kjo energji quhet qi dhe besohet të jetë kudo në tokë. Kur jeni në gjendje që të keni një performancë të mirë fizike, kjo energji qarkullon mirë në të gjithë trupin, dhe nëse keni probleme shëndetësore mund të bllokohet kalimi i saj në organet e caktuara, duke shkaktuar zgjim të njëjtës orar çdo natë. Çfarë është ora meridiane kineze? Sipas orës kineze të orangujve, qarkullon një meridian kryesor lidhur me një organ përkatës. Ky cikël zakonisht zgjat 24 orë, ndërkohë që secila nga sistemet të trupit ka 2 orë kohë për të kufizuar me qi. Kur diçka nuk shkon me ju, energjia e ka të pamundur të depërtojë, ndaj dërgohen sinjale në tru që ju shtyen të zgjoheni. Në këtë video do të rendisim disa orë të zgjimit lidhur drejt për së drejti me këtë problem të shëndetit sipas ekspertëve të mjekësisë kineze. Ora 21 me orën 23 mund të keni probleme me tiroiden. Gjatë fazës së parë të gjumit, sistemi endokrin ribalancohet, ndërkohë që enët e gjakut bëhen më aktive. Kjo do të thotë se çdo problem shëndetësor i lidhur me sistemin imunitar, tiroiden, gjëndra veshkore ose metabolizëm mund t'ju mbajë zgjuar. Vështirësia për të fjetur në këto orë mund të jetë gjithashtu shenjë e stresit ose ankthit gjatë ditës. Për të përmirësuar cilësinë e gjumit në këtë fazë, mund të praktikoni meditimin, jogën ose ushtrimet relaksuese. Ora 23 me orën 01, gurët në tëmbë. Tëmbti prodhon një lëng i quajtur bile që nevojitet për tretjen dhe absorbimin e të gjitha yndyrnave që konsumojmë gjatë ditës. Zgjidhni në këto orë të natës mund të paralajmërojë diçka që lidhet me gurët e tëmbtit ose edhe të ulni konsumin e yndyrnave që konsumoni për të qenë sa më të shëndetshëm. Zgjimi midis orës 01 dhe 03 të mëngjesit mund të ketë lidhje me mëlçinë. Gjatë kësaj kohe trupi pastrohet vetë duke hequr mbetjet nga gjaku dhe indet të tjera, prandaj zgjimi në këto orë mund të tregojë për nivele të larta të toksinave në trup, që duhet të përpunohen nga mëlçia. Që ky organ të funksionojë si duhet, pini më shumë ujë dhe kufizoni alkoolin dhe kafeinën. Zgjimi në orën 3 dhe në orën 5 të mëngjesit mund të lidhet me mushkëritë. Mushkëritë janë organet e para që fillojnë të mbushen me element duke thithur oksigjen duke transportuar atë në sisteme të tjera për të përgatitur për një ditë të re. Ndonse zgjoheni rreth orës 3 deri në orën 5 të mëngjesit dhe keni simptoma të tilla si kolla, të shtima ose bllokim të hundëve, paralajmërojnë për probleme shëndetësore si ftohja ose gripi ose një dietë e varfër. Mushkëritë lidhen gjithashtu me emocionet si mërzitjet ose pikëllimet, prandaj zgjimi në këto orë mund të jetë shenjë se duhet të çliroheni nga këto ndjenja. Në këtë rast, kryerja e disa ushtrimeve të frymëmarrjes mund t'ju ndihmojë të flini më mirë. Zgjimi midis orës 5 dhe 7 të mëngjesit mund të vijë si pasojë e problemeve të zorrës së trashë. Gjatë këtyre orëve të mëngjesit, energjia është e paqëndruar në shumë organe dhe në zorë dhe mund të jetë gjithashtu duke pastruar mbetjen nga trupi. Nëse keni ndonjë çrregullim të këtij organi, mund të përjetoni kapsllëk, shtim në peshë ose plagë të pakëndshme, që zora e trashë të funksionojë si duhet dhe për të rregulluar ciklin e gjumit, duhet të tëndosni muskujt, të pini shumë ujë ose të shkoni në tualet sapo të zgjoheni. Ekspertët e gjumit këshillojnë që zgjimi në të njëjtën kohë çdo mëngjes pa marrë parasysh kur shkoni për të fjetur ose kur punoni, duhet të jetë çelësi për një organizëm të fortë. Nëse me dëshirë zgjoheni për shkak të punës për çdo ditë, zgjohuni në të njëjtën kohë edhe gjatë weekendit ose kur shkoni në punë. Do të ndjeheni shumë më mirë, më energjik dhe më të kënaqur se sa të flini më gjatë. Sipas ekspertëve, është më mirë që të keni ndonjë rutinë të cilën ka të bëjë me zgjimin e mëngjesit dhe gjumin e darkës në mënyrë që të filloni ditën me energji dhe të bëni një ditë sa më të këndshme. Njerëzit të cilët zgjohen në të njëjtën kohë janë më të lumturit.
Koha në të cilën zgjohen çdo mëngjes mbase është njësoj e rëndësishme si dhe koha e shkuarjes për të fjetur gjumë gjatë natën dhe individët të cilët zgjohen rreptësisht në të njëjtën kohë janë më të kënaqur në të gjitha aspektet e jetës se cilëdo njerëz që zgjohen me orare të ndryshme. Produktiviteti dhe kënaqësia në punë janë më të mundshme. Disa ullumtime na bëjnë të supozojmë për zgjimin e hershëm në të njëjtën kohë që mund të jetë çelësi për produktivitetin kulmor që do të përshpejtojë pse individët të cilët kanë këtë shprehi shpesh janë më të kënaqur me situatat e tyre financiare edhe ato familjare. Ajo shprehi është më e mirë edhe për shëndetin fizik dhe psikik. Orari i çrregullt i gjumit dhe zgjimi mund të dëmtojë organizmin në uljen e niveleve të kolesterolit sa më mirë, rritjen e yndyrës trupore dhe faktorëve të rrezikut për diabetin dhe sëmundjet e zemrës, ka treguar ullumtimi. Gjithashtu kjo nuk është e mirë as për shëndetin mendor, prandaj gjumi duhet të jetë prioriteti juaj në mënyrë që të keni një jetë sa më të shëndetshme. Pagjumësia është një problem serioz. Është vlerësuar se 1 në 5 të rritur në Britaninë e Madhe mund të plaken dhe mund të shkaktojnë çrregullime në shëndetin e tyre si pasojë e gjumit të dobët. Mirëpo, nëse keni të njëjtën shqetësim, ka disa ushqime që mund t'ju vinë në ndihmë për të luftuar këto probleme të gjumit tuaj. Peshku. Peshku tregohet se mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë. Ekspertët këshillojnë peshkun e yndyrshëm të hahet më mirë që të keni një gjumë më të shëndetshëm. Peshku me vaj përmban yndyra të tilla si omega 3, të cilat kanë treguar se përmirësojnë gjumin. Qershit. Prova sugjerojnë se qershit përmirësojnë gjumin te të rriturit të moshuar, ndoshta për shkak të aftësive të tyre për të rritur nivelin e melatoninës. Përveç kësaj, ato përmbajnë magnez, i cili gjithashtu përmirëson cilësinë e gjumit. Qumshti i ngrohtë. Ullumtimet të kryera në vitin 1970 treguan se një gotë me qumësht të ngrohtë para gjumit përmirësonte cilësinë e gjumit. Qumështi i ngrohtë është një nga opsionet më të mira për të nxitur një gjumë të thellë dhe komod. Ai përmban triptofan, i cili rrit serotoninën në tru, një substancë që jep ndjenjën e lumturisë dhe mirëqenies. Hormoni melatonin prodhohet më shumë në këto kushte dhe kjo është thelbësore, pasi mund të nxjisë gjumin edhe për ata që vuajnë nga pagjumësia kronike. Çaji i mentes. Çaji i mentes lehtëson dhimbjet e stomakut për shkak të vetive antiinflamatore. Mentët gjithashtu zvogëlojnë intensitetin e tyre duke i lejuar trupit të pushojë si duhet. Nëse jeni duke u përgatitur për një provim ose prezantim të rëndësishëm, ky çaj është një mundësi e mirë për të marrë parasysh. Lëngu i qershive. Lëngu i qershive si qumshti përmban triptofan, prandaj mund të prodhojë hormonin melatonin, duke përmirësuar kështu cilësinë tuaj të gjumit. Ky lëng është testuar në disa studime për të trajtuar pagjumësinë dhe është provuar të jetë nga opsionet më efektive për ta luftuar atë, duke siguruar më shumë orë pune gjatë natës. Qumshti i arrës së kokosit. Qumshti i arrës së kokosit përmban magnez dhe kalium, dy minerale që janë të aftë të relaksojnë muskujt dhe të sigurojnë gjumë më të mirë. Përveç kësaj, ato zvogëlojnë presionin e gjakut, entjen në veshka dhe falsasive të mëdha të elektroliteve natyrore, ndihmojnë trupin të ekuilibrohet dhe të relaksohet. Një tjetër produkt shumë i mirë për cilësinë tuaj të gjumit gjithashtu janë edhe bananet. Bananet përmbajnë triptofan përveç dy mineraleve kryesore që relaksojnë muskujt, kalium dhe magnez. Fruti ka një efekt qetësues në funksionet më të mirë integral dhe zvogëlon stresin fizik. Gjithashtu sasia e fibrave dhe karbohidrateve mbush stomakun dhe çon ndjesinë e ngopjes dhe rrit dëshirën për të fjetur. Çaji i jeshil. I pasur me antioksidant, çaji i jeshil është një mundësi shumë e mirë. Sidoqoftë kur bëhet fjala për gjumin, ai me dekafeinë është alternativa më e mirë. Ky çaj ju lehtëson nga stresi duke ju ndihmuar të flini më mirë gjatë natës. Qumshti i bajameve. Bajamet kanë gjithçka që trupit i duhet për të marrë një gjumë të thellë. E pasur me magnez, qumshti i bajames ka prova të jetë shumë efektiv kur bëhet fjala për nxitjen e gjumit. Nëse doni një gjumë më të mirë, atëherë këto produkte ushqyese mund t'ju vinë në ndihmë për të përballuar situatat tuaja më të vështira. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.